Ogromen aplauz. Povjelite predsjedatelja. Kristian Mickovski për herë të tretë u rizgjodh kryetari VMRO DPMN-s si kandidat i vetëm për njeriun e parë të partisë në kongresin e 18 që u mbajt në Kavadar. Ai u zgjodh një zëri me 804 vota. I ndjekur drejt foltorës me duar trokitje, Mickovski u falenderua për besimin dhe porositi se sot fitoi rrugat që partia e trasoi për Maqedoninë. Македонија премногу долго беше научена да се гледа себе низ очите на другите, да се мери со туги очекувања, да чекори темпо кое друг го диктира. А мене од секогаш ме интересирало едно единствено прашање. Како ќе изгледа Македонија кога ќе почне да верува во себе? Вечерва, кога ја усвоивме доктрината, кога ја утврдивме стратегијата, кога дадовме завет пред нацијата, почувствував дека сме многу поблиску до таа верзија на Македонија. Në fillim të kongresit, Mickovski e paraqiti dokumentin kongresual kapitulli i ri, Strategjia Maqedonia 2030, kornisë programore për veprimtarinë e ardhshme 5-vjeçare të VMRO DPMN-s. Tha se Maqedonia është shtëpi e përbashkët për të gjithë, por edhe obligim për secilin. Maqedonia duhet të jetë shtet me vetbesim, theksoi dhe shtoi se vendi është i ndërtuar mbi vlerat evropiane dhe aty i takon, por që nuk mund të negociohet për identitetin e saj. Државата е млада, изложена на историски искушенија и често соочена со обиди за релативизирање на нејзиното постоење. Затоа ВМРО ДПМН ја поставува следната стратегиска линија. Националниот идентитет не е предмет на преговори. Јазикот, историјата и културата се фундаментални државни столбови. Ky është përndryshe mandati i fundit i Mickovskit në krye të partisë, sepse sipas statutit të partisë nuk mund të zgjidhet më shumë se 3 herë një kryetar. Përndryshe ai më parë paralajmëroi se pas këtij kongresi do të ketë edhe ndryshime brenda partisë, respektivisht komitet të ri ekzekutiv si dhe ndryshim të një pjese të nënkryetarëve, ndërsa jo zyrtarisht do të ketë ndryshim edhe të sekretarit të përgjithshëm të partisë.